Pse po erëzoi San Siron? Pas një debati maraton Këshillin Bashkiak Milanës, u miratu shitja arenës historike të Interit dhe Milanit për 197 milion euro. Vendime ka hap rrugën për shembjen e saj duke mbyllur një epokë 99 vjeçare. San Siro u ndërtu në vitin 1926 dhe me emrin zyrtar Stadio Giuseppe Mazza ka pritur botrorin, net legjendari Champions League-s edhe derbin më të egër Italisë. Po stadiumi u plak. Kuptueshëm edhe për mirëmbajtje edhe nuk i plotson standardet e UEFA-s. Për këtë arsye nuk do të ishte i përshtatshëm për Euro 2032, edhe te dy klubet kishin paralajmëruar se kanë mu largu nëse nuk ndërtohen një shtëpi e re. Plani është i madh, 90% e San Siros do të shkatërrohet. Thuhet se një pjesë e tribunës dytë do të ruhet nga ligjet e trashëgimisë kulturore. Po ende nuk është bashkëqartë se çysh saktësisht ka mu integru kjo pjesë në projektin e ri. Në vend të firmat Foster & Partners edhe Manica kanë ndërtuar një stadion modern me 71.500 ulse. Pjesë e projektit që ka me kushtu 1.2 miliard euro. E San Siro ka me qëndru gjallë deri në vitin 2026, duke përfshirë edhe Olimpiadën dimrore edhe pastaj kanë me mbyll përfundimisht historinë e saj. Një ikon po bie, e një arenë moderne po ngrihet. A është kjo ardhmja që duhej apo një tradhtim ndaj shekullit historie? E mos harro bëje follower Ban FM, subscribe në YouTube.